Çmendet rjeti, Belen Rodriguez tradhton të dashurin me Stefano De Martinon. Belen Rodriguez, një nga femrat më të përfolura dhe e konsideruar si më e bukura nga italianët, është përfshirë në një bujë të madhe mediatike. Mediat italiane shkruajnë se ajo ka tradhtuar të dashurin aktual Andrea Lanone me Stefano De Martinon, babain e djalit të saj. Belen dhe De Martino patën një lidhje mjaft të përfolur pasi ai u lidh me shogërllin pak pasi u nda nga e dashura Emma Marrone. Ata u martuan në vitin 2013 për të ndarë 2 vite më pas, në vitin 2015. Nga martesa e tyre lindi vogëlushi Santiago. Por duket se gjërat mes dyshës së divorcuar të jenë ngjallur sërish. Corriere della Sera shkruan se Belen Rodriguez ndodhet në Ibiza bashkë me Stefano ku po kalojnë momente romantike së bashku, duke tradhtuar kështu Lanonen. Lajmi bëhet i ditur nga Giovanni Chiazzi, gazetar showbizi, sipas të cilit Lanone dhe Rodriguez, edhe pse për publikun janë ende bashkë, gjërat mes tyre janë ftohur dhe pushimet nuk po i kalojnë bashkë.